Një ndër ritualet mia të preferuara është edhe ushqyerja. Sepse në kalimin e kohës kam kuptuar që ushqyerja nuk është thjesht të konsumosh një vakt dhe kaq. Ushqyerjen mund ta shikoni si një ritual për të mbledhur me njerëzit e zemrës. Ushqyerjen mund ta shikoni si një ritual për të, nëse nuk për shembull konsumoni drekën apo mëngjesin apo darkën me dikë dhe jeni vetëm, mund ta shikoni si një takim shumë të bukur me ju dhe me ushqimin vet. Mua më pëlqen shumë ky ritual sepse komunikoj vërtet me ushqimin në një kuptim që e falenderoj për të gjitha vlerat, benefitet që ai po më ofron, për çdo gjë që po më ndihmon mua që të rikuperoj në trupin tim, të rigjallërohem, të marr vitaminat e duhura, dhe qënë se ai po më jep këto benefite, unë po i ofroj mirësjelljen time, mirënjohjen time në këmbim. Dhe kjo është kaq e fuqishme sa që vërtet funksionon dhe bën që ushqimi ta multiplikoj të gjithë ato energji shëruese që po ju ofron. Dhe sigurisht nëse janë ushqimet e duhura, por kjo funksionon edhe nëse ushqimi është një ëmbëlsirë për shembull. Dhe ju nuk ndjeni as pak keq që po e hani, por thjesht ndjeni kaq të lumtur dhe kaq mirënjohës që ajo po ja bën ditën shumë të bukur. Sado që është diçka që nuk duhet konsumuar shpesh ose nuk duhet konsumuar fare, por vetëm ky ritual bën që ju të merrni mbrapsht disa benefite prej saj. Dhe ju të ndjeni keq, sepse marrëdhënia me ushqimin është ky çit është çelësi që ju të përfitoni këto benefite, që ju të rigjallëroheni, të merrni energji shëruese nga ushqimi. Kështu që ndërtoni një marrëdhënie të shëndetshme jo vetëm me njerëzit, por edhe me ushqimin. Dhe me çdo gjë tjetër që ju rrethon, me bimët, me shtëpinë tuaj, me gjithçka. Do të shikoni që jeta do të bëhet shumë e bukur, magjike dhe do të jeni shumë të lumtur, edhe nëse ndodheni vetëm, nuk ka rëndësi.